A e dini se gjatë luftës në Kosovë, prapa kamerave, një bashkëpunim i fshehtë ndodhte mes shqiptarëve dhe një prej agjencive më të fuqishme në botë? Jo, nuk është teori konspirative, është fakt. Po flasim për CIA amerikane. Njësia më sekrete e SBA-ve hyri në skenë dhe nuk ishte rastësi. Pse? Sepse në vitin 1998, ndërsa ushtria serbe po kryente krime monstruoze mbi civilët shqiptar, dëshmit, videot dhe koordinatat po dërgoheshin direkt te amerikanët. Dhe kush i siguronte këto? Shqiptar të përzgjedhur që kishin trajnim special, pajisje të sofistikuara dhe qasje në informacione të ndjeshme. CIA nuk i ndihmoi shqiptarët nga mëshira, por sepse shitet e UÇK-ja një aleat të fuqishëm në terren për të dobësuar Serbin, mikun e Rusisë në Ballkan. Misioni ishte i qartë: zbulim, informacion, goditje precize. Dhe kjo punë nisi të jap rezultate. Pa këtë bashkëpunim sekret, bombardimet e NATO-s nuk do të ishin aq precize, aq të koordinuara. Ky është një nga kapitujt më të fshehtë të luftës, por edhe më vendimtarët. Prandaj, herën tjetër kur të dëgjosh për fitoren e Kosovës, mos haro në prapaskenë punonin edhe hijet e CIA-s bashkë me shqiptarët.